Shtëpia e Big Brother VIP Kosova 4 u përfshi nga emocionet të forta dhe momente që rikthyer në vëmendje dinamika të vjetra. Mbrëmjen e së mërkurës produksioni kishte rezervuar një hyrje të papritur që trazoi jo vetëm banorët, por edhe publikun. Rikthimi prej një ore të Benita Zenës. Ish banorja e cila nuk arriti të prek finalen e këtij edicioni e që mori një mbështetje nga publiku, u shfaq papritur në ambientet e shtëpisë më të famshme në vend, duke si me vete një val emocionesh, nostalgjie edhe tensionit të papërmbajtur. Që në momentin e hyrjes së saj atmosfera ndryshoi ndjeshëm, banorët u surprizuan, disa u emocionuan, ndërsa të tjerë u dukën të stepur nga prezenca e saj. Për vëmendja kryesore u përqendruar te përballja me Claude, një raport që kishte lënë shumë pikpyetje, mes buzëqeshësh të lehta, shikimesh domethënëse dhe një afirmiteti që nuk kaloi pa avon re, Benita vendosi të flas hapur. Ajo ju drejtua Claudit me fjalën që menjëherë bën xhiro në rrjeteve sociale. Ti e din që du o idiot, të du si njeri. Claudi fillimisht u shfaqi befasuar, por më pas me mimikën dhe gjuhën e trupit që u dallua një ndryshim i dukshëm, buzëqeshte, shmangti shikimin her pas here dhe duket i prekur nga fjalët e saj. Rikthimi i Benitës për një orë nuk ishte vetëm një moment romantik apo nostalgjik. Ajo nuk hezitoi të lëshonte edhe disa kunja të drejtpërdrejta, sidomos ndaj Elionës por edhe ndaj Hygertës. Në një moment teksa përshëndeti këngëtarin Finem, Benita la të kuptojë se realiteti jashtë shtëpisë është ndryshe nga ai që perceptohet brenda saj. Ai shtoi se gjërat e vërteta publiku tashmë i ka mësuar.